Poljskës, ky ishte koncesioni i parë. Ndërsa, e prillit të vitit 2001, ishte koncesioni i dytë që kishte të bënte me uzinën e ferrokromit Burrell, impjantin e seleksionimit kromit Klos, minjerën e kromit Buqis. Pra këto ishin 2 koncesion. Të 2 koncesion u dhanë të njëjtën kompanie, Darfa Albania SPK. Sa kohë e mbajtën ata? Ata e mbajtën deri në vitin 2008. Gati 8 vjetë. Po. Punëtorët i mbajtën, specialistët, ju punuat në atë kohë? U bën reforma. Unë jam largu në atë kohë. A u larguat, si shenë atë kohë? Kom kalu në pozicion tjetër. Kam një pozicion, pra që nga viti 1986 deri viti 2021 është vertikalitet. Më falni. Është vertikalitet pozicioni. Pra nuk kam lëviz nga industria e kromit. Dhe që ndodhi në atë kohë? Në vitin 2008 kaloi te një firmë Deco kompani, një kompani austriake, e cila erdhi deri vitin 2013. E majte të gjithë koncesionin e dytë. Pastaj? Dhe në 2013 e mori firmën shqiptare, Balfin Group, e cila punoi deri në vitin 2021. Pastaj? Në janar fiks me 14 janar të vitit 2022, kaloi tek ky koncesion ju trashëgu një firme turke, e cila edhe sot e kanë edhe sot. Gjithë koncesionin tani e kanë turqë. Po, gjithë koncesionin tani. Kemi të dhëna çfarë nxjerrin ata në krahasim me 97-ën ose me 90-ën, më sapos. Të dhëna nuk kemi, por kam të dhënat e transformimeve që janë bërë, fjalë. Ta themi të drejtën, me ardhen e kompanisë Balfin Group, u bën investime. A pse deri në atë moment nuk ishte investime? Nuk ishte në farë investimi. Dhe italianët dhe austriakët s'kishin investuar? Italianët investuan aty, austriakët investuan dhe ato në një furrë tjetër, por nuk u bën rentabël, ndërsa ajo që erdhi te këto. Balfin investoi thonë? Balfin investoi. Ju punonit në atë kohë aty? Po. Çfarë ishit? Në 2013 më kalova në objekt tjetër, impjanti seleksionimit kromit Klos, e cile ky objekt, kjo linjë ishte pa punë, dhe në sajt të personelit që pata, bile specialistë të uzinës, që kisha morë specialistë të uzinës, pas 19 vjetësh punë, e vendosan punë impjanti. Ju punonit në atë kohë? Jo, ky ka qenë... Ju kështë ndërkohë? Desha ta prek pak, unë kalova me OST-n. Ndërkohë OST-ja është në stacioni poshtë uzinës. Po, ishte në stacionin, për cilin ju e mbrojtët? Jo, në stacioni i thonë, në stacioni të uzinës, po në fakt ajo është një impjant shpërndarës. Se ai ka futet 10 dhe del 10, vetëm që shpërndan linjat. Ndërsa në stacioni i poshtë është në stacion 220-110-10. Unë kalova atje. Por në katin e dytë, shikoj çfarë bëhesh në uzinë. Gjë më të shtosh me rudinën nuk ishte kur malla që i kishim rujnë në praninë e armëve dhe personave ka bobanda ja kanë ul nga makina në tokë, i shitshin për hekur të zakonshëm, lingota bronzi të mëdhaja, elektromotor 200 kW, e tjerë, shkonin në makinë u ngarkoshin për hekur për malëzi. Aty më ngritë e kjo. Nuk e ti. Kush e kishte në atë kohë? Unë atë kohë shteti e kishte, të latë kush e ka pasur? 2003 e ka pas morë Darfo. 2003, 2004, 2005. Këtë organizim që bërë. Edhe pra hikin ato malla që u rujtën, që ishin pjesë këmbimi për uzinën, që u rujtën me shumë sakrificë, shkur për hekur. Se unë i shifsha nga në stacioni poshtë. Në boshatis uzina. Ato pjesë këmbimi që ishin fush për uzinën hikën. Me pak fjalë, të njëjtit njerëz që e mbrojtën, pastaj po këta njerëz e plaçkitën. Po s'kishin gjë dorë. Sepse prandaj është drejtimi që vendos. Varet si e drejton, varet a bën të tilla memorandume apo jo. Se njerëzit duan drejtim. Nëse ti drejton ta ruajmë, ata rinë edhe me ty. Nëse drejton ta vjedhim, vjedhi kush vjedhi. Ky është problemi i madh. Dua të kuptoj tani sa mund të jetë duke prodhuar uzina. Uzina aktualisht në kapacitetin e vetë të latë aty. Në uzinët të gatshme për punë, me fjalë 2 furra, pa aktualisht punoj 1 furrë në bazë të konjunkturave të çmimit, prodhimit e tjerë.
është një numër i kufizum njerëzish. Ka pak njerëz. Mos gabojmë uzinë e Ferragromit, mos gabojmë gjithmonë se s'kam të dhënë, por ke 200 veta, 180-200 veta. Kaq mund të janë në punë. Bën prodhimi është më pak atëherë. Prodhimi me një furë, më pak. Më pak. Me një furë është më pak. Po nuk i vën dot në funksion furat e tjera, të cilat janë vënë. Po varet nga konjunkturat e çmimit, nga tregu. As kanë interes, domethënë. Në momentin që ti s'ke interes, nuk e pse e vën në punë. E konservon dhe e lën nga dishmëria. E kuptoj, pra është çështje tregu. Çështje tregu, megjithëse është mall eksporti këtu. Po, është tregu që e vendos, domethënë. Po ke treg do për ndryshe jo. Është normale mendoni që tani e kanë të huajt nuk prej kohësh, në fakt koncencione dhe kështu është normale si mendoni ju? Apo shteti mund ta mbanë? Kjo që një formë qera, një formë organizimi qera që u dha me koncesion. Për vetë faktin dhe vlerave financiare... Përse duhet të pranojmë se në momentin që ajo u platë shkit, tani që do bëje? Dikush do të marrë përgjegjësi? Shteti ishte i pafuqishëm të investohet në atë kohë, atëherë gjeti një formë tillë, formë koncesion. Them drejtën, përjashtumi fjalë darfën që pati ato luhatet e veta, por marrëveshje koncesione dhe sidomos thash pas vitit 2013 është investuar. Është investuar. Po atëre kur punë shkon mirë, pse e ka lënë Balfin dhe ja dha një tjetri? Ato janë Ase di. Ç'është interesash? Janë interesa. Jo, dua të them mbase punët nuk janë kaq mirë aty. Se dim. Se dim. Nuk e dim. Ajo që ju dini është që kur ju ishit në momentin më të vështirë aty u mbush. U mbush Ferragromi. U mbush fusha. Unë sot me qetësi më të madhe kur i shoh treguesit, them me vetë, ora kemi qenë ne në atë lloj periudhe. Nuk e beson. Nuk e besoj vetë. Po çfarë ndodhi mobilizimi se tani sa do të mobilizohesh ti? Ideal, me fjalë. Ne kishim mendjen tek ai uzinë. Dhe gjenim format se si të ai uzinë të eci. Rodina me përshkru punën aty në njerëzit duhen volumet të tana që ta përshkruajnë tamam, sepse kanë kontribu inxhinier, specialist, teknik, të gjithë me fjalë të marru në shkollat e shqiptare, në universitetet shqiptare, edhe janë, domethënë, kanë qenë përkushtuar që puna të bëhesh e jashtëzakonshme, të kryesh në ato. Edhe